Mirë mbroma, mirë se erdhe, knatësi që të kam sonte në Libero. Mirë mbroma, mirë se i gjeta edhe faleminderit për ftesën. Knatësi edhe imja. Faleminderit shumë. E kam një pyetje kështu për fillim. Se i the po kësaj interviste, duke pas parasysh se është ndryshe për atyre të politikës? Me shumë knatësi edhe me dëshirë s'kishëm folë heq për politikën, edhe kishëm folë për çështje tjera, për shkak që besoj që pak edhe i kemi lodhur njerëz të folë për politikën, po edhe veten po e di që s'muj me ikë prap diskutimit për politikë, kështu që ishte knatësi ftesa edhe natyrisht që është nder me qenë pjesë e emisionit tuaj, një emision që ka dhe histori në vendin tonë, kështu që nuk mundemi me refuzu një ftesë të tillë. Faleminderit shumë. Tani paraqitjet në media sigurisht se i përcjellin edhe njerëzit e afërm, edhe na bëjnë kritika. Cili është ai person që ta shikon çdo intervistë ty edhe t'jep komente, ishe kështu, ishe ashtu, të ishe kështu, të ishe ashtu. A ki një person t'il? Në aspektin profesional kam shok të ngurë që merrem ndjekin. Në aspektin emocional, ajo që më përcjell vazhdimisht, se cilin emision, se cilin aktivitet, është nona, po ajo ka emocionin edhe vështirë me të kritiku dikon, kështu që A për nona një djali maj mirë në botë. Kritikat kryesore që a i kom është tek diskutimet, se po futesh në diskutime ka shtasht për ta, duhet pak ma nga dalë, pak ma këto qështje, se unë nime pak për qështje ma opozitare në diskutime dhe ma kritikus, shtu që pastaj edhe reagimet jenë ma tasht për asesa që duhet no. Për ndryshe, në aspektin profesional, kam miqë që më këshillojnë në vazhdimësi, por që me thonë drejten, unë ju kërkoj mos më përcjell në vazhdimësi, se është ngarkesë e dhe me përcjell dika në politikë, shtë në vazhdimësi, edhe po i japim jashtëzakonisht shumë edhe stres edhe angazhim. Kështu që ata që ngarkohen ma shumë të prej krejtë kësona janë familje, absolutisht. Kritiken ma, ose ankesën ma të madhe që e ko marrë prej djalit, kështu që babë tha kështu që apo folë se po i përcjellin pasaj rrjetet sociale, komentet, këto farë gjona, ata nuk po bëhet mirë gjithë këj komunikim. është i vogël me mosh, po thjesht e ka pakjet... është efekti, do më thonë arrin. Absolutisht, edhe në këto duhet kemi kujdes, jashtëzakonisht shumë, po për ndryshe mundohet me qenë korrekt edhe mos me qenë shumë polarizus në aspektin e linqimeve këty në diskutimeve politike që bëhen, mundohet me folë me argumente, po kjo shpesh është sjellë edhe ma shumë reagime, kundër reagime, kur je direkt edhe konkret edhe me argumente, sepse prek shumë fusha, që besoj që do t'i... Komunikimi politik, marrëdhëniet me publikun, sigurisht janë shumë të rëndësishme për një figurë politike, për një politikan si ju. Tani mundohësht, përmirësohesh vazhdimisht, t'jesh i kujdesshëm. Përvoja bon me u përmisu, dhe më tonë është mësu si maj mirë, është përvoja, për shkak që... Edhe vetë kritika. Edhe vetë kritika, absolutisht që po. Në qofë se bom vetë kritik, për cilëm gabimet ku i bojmë, se të na jem njerëz, edhe është e pamushme pa pas gabime në aktivitetin, diskutimin, në deklarime dhe në gjithë shka që jemi, por që absolutisht është shumë e rëndësishme përmisimi së cilës gabim që e bojmë. Unë mundohem me përmisu vetën aty ku e shoh që kom gabu, por politika është qaka që parashikushme, sa që çdo të dalin gjona treje, dhe ku ti as nuk e ke po vetën asë situata, edhe gjenë vetën mrena ditës në 2-3 pozicione politike, sa që ti s'mundesh as me bo para përgatitje, as para llogaria, as një gjë, dhe më thonë, është një farë arti i duhesh me mbjetu në moment, dhe më thonë aty për aty, sepse s'ka mundësi me pas planifikime për shkak zhvillimeve të ndryshme që ofshin politike, ekonomike, sociale, gjithë shka shka ti duhesh me u përfshi edhe me konë pjesë e tyne. Ta një dorë në zemër, diskursi publik, politik ka degradu të këne. Dhe kjo një farë mënyre dvjen atë situatën që ti edhe nëse thu diçka të thjesht, të mirë, pozitive, dikush të kritikon. Pastaj kjo parësillet të familja, e tjera. A i ke mendu në njëherë nëse s'kishe qenë politik, edhe s'kishe marrë pjesë në debate publike, në intervista, e tjera, a do t'ishte ma e thjesht dhe ma e mirë jeta private kështu? Në aspektin e privatësisë, absolutisht që po. Unë, më thonë, qatë
gjithkohësh me profesion jam ekonomist dhe jam marrë me biznes, deri në vitin 2016, kur kam fillu aktivisht me marrë me politikë. Jo ma qetë, po në politikë njerëz që dojnë me u angazhu, edhe që e kanë për një me, nuk e kanë për me u korruptu, me përfitu në aspektet personale, është sakrifica me madhe që mundet me bo njeri. Sepse në politikë nuk keme pas më ko me u angazhu as për familjen, as për meshte, as për askan. Për shkak që ti mo, e sidomos kur zgjidhesh edhe merë pozitë edhe detyrë, ti mo nuk je i familjes, nuk je i shoqënisë, je i atyre që të kanë votu dhe atyre kauzave për qatë ti kërku votën edhe ju je betu një farë mënyrë para qytetarëve, kështu që nuk e ko me u marrë as me familjen, as me shoqërinë, as me jetën tonë private. Mo je i gjithve dhe duhesh me u marrë edhe me pensionistin, edhe me studentin, edhe me gratë, edhe me papunt, edhe me secilin, edhe me punëtorin ku i bot pa drejtësi, edhe me ligjet cilat e cënojnë edhe familjen, edhe shoqënin, edhe ekonomin, edhe gjithë shka. Dhe më thonë, nuk ke ko mo ti me u marrë as me vetën, as me familjen. Është sakrifica me madhe që për më poshtë mision. është mision. Absolutisht po edhe në këtë punë unë jam shumë rahat edhe kur kom hynë këtë punë, kom diskutu edhe me familje edhe me gjithë shka që unë po futem me një mision edhe nuk tërhiqem pa marrë parasysh qoftë rezultatit, qoftë fatit që munden me qenë, qëfar do lloj sfide që mundet me më dalë për para, është një mision që unë deri në frymën e fundit të jetës time kom ja përkushtu vendit tem edhe kësaj shoqënie, angazhimin tem politik për mu munu me e regullu edhe me jap kontributin që ka unë mëj me jap kontribut në këtë fush. Faleminderit shumë. Kemi kërkuar nga ti që të sjellësh një kujtim. Kutia e kujtimeve është këtu. Çfarë na ke sjell? A mund ta hapim? Okej. Tu është një medalje që djali i madhë Nili... Veç vendose, aty tani e merë kamera, okej. Ka marrë pjesë në gara të matematikës, 3 herë në gara botërore të matematikës. Kjo është zhvillu në Dubai, kanë qenë disa nxënës që kanë shku prej Kosovës, dhe atje ka marrë medalje të ardhë, këj bashkë me shumë shok tjerë cilë kanë shku. Vendin e pari bjen që e kanë sonë. Medalja. Kjo metodologji ndonë, dhe më thonë, nuk është vish një vend i parë që mirë. Është marrin pjesë prej gjithë botës me mira garuz, suise, edhe jenë kategorizuar vend, dhe më thonë, medalja ardë vendin e parë, medalja argjend, e bronz, edhe është vendi i 4 cilët rreshtohen, po është pas disa trajnimeve që i marrin. Po ajo çka për mua është kjo e rëndësishme është unë vetë si nxënës ka marrë pjesë në garat e matematikës. Okej, do më thonë. Kjo mas në më ka bo shumë krenar, kur edhe djali jam, edhe pse unë s'ko mujtë shumë me u angazhu, që me indimu në edukim edhe në çështje tjera, por që e falenderoj gruan që është për kujdes të jashtëzakonisht shumë edhe ka arrit që me pas histori suksesi, po kjo më ka bo me besu që ato që ka ne bojmë edhe që ka angazhohemi gjatë të jetës, ka me u këthy, qoftë për mes fëmive, qoftë për mes dikuj tjetër, nuk e humbë zoti ato cilën ti e kje dhe angazhohesh. Çfarë moshe, cilën klasë është djali? Tash është në klasën e 4, ka 10 vjetë, po këtu ka qenë në klasën e 2, kur e ka marrë, dhe më thonë në fillim, në fakt klasën e parë, medaljen e parë, se i ka 3 medaljet arta cilat i ka marrë në matematikë, por këtu ka qenë parën kër e ka marrë, ka qenë në klasën e parë. Dhe më thonë, ka fillu trajnimet prej 5 vjetë. Adi e këtë lidhjen me ty, edhe ti e ke dashtë matematikën, ke marrë pjesë në gara. Absolutisht. Aje ke nëzit ti të shkoj drejt matematikës, apo është dhunti e veta? është dhunti që unë besoj që veprimet tona, si njerës, gjithmonë ka me u trashëgu të brezat që vinë. Unë nuk, prej kur ka bo moshën, nuk s'kam pas mundësi me u marrë me djalin në kodë vazhdushme, se unë jë marrë 1 orë, 2 në ditet kër jë mësi, po për me përgadit, në situatë atila nuk jam përgadit. Po është dhunti edhe prej moshës, pa i bo 2 vjetë, thuj se ka dit numrat deri 100, ka dit alfabetin shqip, anglisht, ende pa i bo moshën 2 vjeqare. Ka talent cilën e ka pos t'jashtë zakonshëm, por që fatkeqësisht mu personalisht politika më ka kufizu me ja zhvillu, jashtë zakonisht shumë sa ka pos mundësi me u zhvillu, por që menoj që i prap është mjaftueshëm, sepse në vendin tonë nuk është mirë edhe me dalë jashtë normave mesatare të shoqënisë, për shkak se munden me pas shumë probleme, fëmijët cilët munden me kenë shumë inteligjent, për shkak
shoqënisë edhe të nivelit çfarë na e kemi kriju e që jemi përgjegjës gjithë. Ose nuk ka sistem që i zhvillon më tutje, ose ka të tjerë që pastaj i bullizojnë, është shqetësuese kjo. Ke fillu, ke bo ushtrime me të matematikë, kur të ka thonë po du me shku nga arën matematikë, si e ke prit ti? Problemin është, të më thonë... Oke, ajo është matematikë e thjeshtë. Pa im klasën e parë, është matematikë shumë e komplikume. Pa im klasën e parë, ato në qofë se ke pytë sa bojnë 364 herë 465, ta ka jep rezultatin në sekundë. Kështu e ka? Kështu, dhe më thonë, edhe... E ke pas ti këto? Absolutisht që jo, dhe më thonë, parësa unë kisha problem, se s'më isha me mbikëshyrë, edhe për pak kohë që kisha, sepse shumë parameje në çështjen e zgjedhjeve të matematikës, problemeve matematikore, por që natyrisht mastaj është vazhdu me kurse edhe me këto cilat i kanë kanalizu edhe kanë nxjerrat produktivitetin çfarë është dashur, por që kisha problemi se ati ju do ke shumë interesant kur unë kisha nuk e di këto, që këtë detyrë do shme zgjedh ti edhe qysh baboj këtë ti s'pe din unë pe di, po thash, ka njerë jenë të gjona që edhe ti din unë si di, po që do me u kuptu. Do me thonë, është i orientuar drejt të matematikës. Ka qenë shumë ma shumë deri sa ka fillu klasën e parë, 2 tash me gjitha lëndë, unë, do më thonë, e kom orientu që duhesh me u marë me gjitha, po matematika është parësore, sepse edhe unë besoj që matematika është ajo që edhe zhvillon inteligencën edhe gjitha aktivitetet tjera. Tash, për numra, për shifra, për matematikë, ti e konsulton ato, jo e kundërta. Ka kohë që veprojmë ashtu, por që po duhet me pas kujdes jashtëzakonisht shumë për shkak mirëmbajtjes të asaj në cilën e ka arrit. Kjo po është pak më e vështirë se sa ajo deri ku ka arrit deri sot. Faleminderit shumë. Ju urojmë shumë suksese. Ndërkohë ju rrëfimin me fotografi keni kërkuar që të parën fotografi ta keni me nanën. Absolutisht që po. Angazhimin politik ka kuptim jashtëzakonisht shumë përmes kësaj fotoje. Dhe pse unë angazhohem, është për shkak që menoj që gjithçka vjen prej familjes, edhe edukimit, edhe formimit, sakrificës, angazhimit, që sidomos nona tona bojnë për neve, edhe në kohën e fundit, mu më është detyru me u rreshtu edhe me u përball me një luft ideologjike ndaj atyne cilët e luftojnë familjen edhe luftojnë emrin non, edhe bab. Po sidomos emrin non. Më thonë, shteti, sot përmes institucioneve, përmes ligjeve, përmes krejt mekanizmave shtetënor të pushtetit që i ka, provon me hek prej sicilës dokument shtetënor emrin non edhe bab. Kur unë e shoh një dokument tillë, mu më kujtohet nona. Dhe më thonë, edhe besoj që do duhet secilit aty deputet, ministër, zyrtar, mos lejoj. Unë habitem se si njerëz që angazhohen kinse për përgjithshmen, për publiken, kanë pranu dokumentet të tilla dhe kanë legjitimu veprimet të tilla. Nona ka qenë për mua ajo cila ka jep edukatën, ka jep formimin, ka jep besimin, ka jep gjithçka, edhe sot këtu ku jam, me krejt suksesin që e kom falë kësajna edhe angazhimit nonës edhe për kushtimit sajna ndaj meje, që natyrisht asun edhe askur së mund edhe asë njëherë me jaksy ato që kam bo, por që është një frymëzim për mu, për me u përkushtu, që generatat e ardhshme për cilët krejt edukata dhe gjithçka që ka neve në ka një prind, duke u bazu dhe duke u falenderu në këta që ka neve në kanë dhonë prind tonë, e sidomos nona tona, sidomos gjatë periudhës para luftës, ku ka qenë mësuesim, ka qenë puna, ka qenë ushqimi, ka qenë gjithçka që këto kanë sakrifiku edhe kanë bo që me pasot elita, edhe me pasot njerëz që merren edhe me shkencë, edhe me kulturë, edhe me artë, edhe me gjithçka, që besoj edhe ju më angazhu për me falenderu edhe në praktik, është e pamundshme me kësuj ato që ka bojnë ona tona për neve, por që thjesht ato që ka e kemi në dorë dhe që ka mundemi, duhemi me bo maksimumin.
fatkeqësisht unë e shoh që shteti kalon bazdore jashtë zakonisht shumë, sidomos moshën e tretë, cilët kanë sakrifikuar gjithçka viteve të 90-ta për me i eduku edhe për me mos me u shujt një farë mënyrë rinia jonë, njerëz, familje tona, sot, për shembull, nuk ju njifet përvoja e punës, e me marrë një pension minimal, dhe më thonë që është jashtëzakonisht dëshpëruese. Unë nuk besoj që ka pas punë ma të ndershme, ma fisnike, ma me mund, ma me angazhim, se sa një nanë e cila i ka eduku 2, 3, 5 fëmijë gjatë periudhëve të 90-ta, është për kujdes që ata me shku në shkollë dhe me eduku, është për kujdes që ata me u rrit në një kohë kur jenë largu prej punë njerëz, kur jenë bo diçka. Edhe sot shteti ynë i shpërblen, i pagun, ja u ngrit pensionin të atyre që kanë punu gjatë atij sistemi viteve 90-ta dhe i ndeshkan ata cilë kanë refuzu me u bo pjesë në sistemit edhe jënë angazhu në mënyrat ma të vështira për me pas gjenerata që fare kemi sot, për me pas dëshmorë që kanë ra dje edhe për me pas luftëtare veteranë cilët kanë luftu edhe kanë arrit që me ardhën këtë ditë sot ku e gëzojmë këtë liri dhe këtë vend, na i poshtnojmë, i nënshmojmë, madje i shtyjmë agenda cilët e përshmojnë sidomos grunë, por që ajo që ka e thash edhe ma herët, e jona është me u angazhu. Kështë që është diçka që për mu fillon gjithçka prej... Këto një fotografi me nonën po i rritur jeti. Ajde ta bëjmë si kur ti je i vogël kështu në prehrin e nonës. Si e kujton fëmirin tënde? Tash, unë jem 85 i lidhën, edhe vitet e 90-ta kanë qenë ato që fare kanë qenë për secilin prej neve. Kam qenë shumë i lidhën me nonën, jem 6 vllazni, po unë çdo herë kam qenë i lidhur jashtëzakonisht shumë për nonës, edhe fëmijëria ka qenë çdo herë krahasojna, domethënë nuk... Gjithmonë e kujton vetë. Gjithmonë, domethënë, jo mundu me i qëndru afer, me i ndihmu, domethënë në gjithçka që ka pas nevojë, edhe do të mundohen deri në ditën e fundit që unë jetoj me përkushtimin ma të plot, i kërkoj falje për shkak të angazhimit politik aty ku s'mundem, për shkak që e kom obligim, dhe më mirë kupton edhe e vlerëson jashtëzakonisht shumë këtë pjesën, por që... Ka do periudha kur fëmit i keq kuptojnë ndoshta prindrit, ose nuk i kuptojnë, po them. Janë periudha kur fëmijët edhe e gjykojnë prindin. Ka diçka tillë që kur ke qenë i vogël e ke mendu gabimisht dhe tash e sheh që është krejtësisht ndryshe? Ndaj nonës asnjëherë. Ndaj nonës asnjëherë. Ndaj babës? Ndaj babës ka pas raste. Për shembull. Ka pas raste ku, domethënë, kam menuar që do të më ndryshe dhe mbas vdekjes tina e kum pa që janë gjonat ndryshe dhe përvojat mëson që kemi kaluar rrugës që ai të ka tregu, jo çka ti ke mendu. Domethënë, ka shumë sidomos e kam përjetu ato, domethënë merrem me njerë mbas vdekjes babës, prej shokëve tina, prej kur vishim, tregojshin historje që unë i thësha mos i bë ato, domethënë veprimet, ata e tregojshin historje sa mirë jënë ndi në ato veprime, në ato gjona. Për shembull, diçka shumë e thjeshtë, në lagjen ku jetoj, kemi pas një market ushqimor aty. Edhe del kjo merke, kur kaleshin mes aty, ja jep ke një moll, ja jep ke një diçka, mu doke që po e ngarkon ato kujshin, ato diçka pëse përja jep një mollë edhe një diçka. Edhe simbolika tilla, dëmë. Edhe simbolika tilla, edhe gjatë vizitave pas vdekjes, dëmë thonë, më kanë do disa rase ku e kam përmen një veprim tillë që unë s'ko mujt me kalu nëna, pa ma jep një pem, diçka, një perime, një diçka. Janë gjëra që janë shëndru kujtime. Shumë vogla, dhe që unë ato e kom pa, dëmë thonë, po flasë lemo për çështjet tjera, cilat kanë qenë këshilla jetësore, pastaj. A ke ndonjë bisedë pa mbaruar me babën apo nonën? Diçka që ka mbet pezull kështu, do dohet ta përmbyllje. Bised. Ka veprime cilat na nuk, domethënë, humbim kohë, sot themi është dash me bo, nesër e kemi prap nuk e bojmë, është jeta menoj e tillë, por që secili prej nesh mundet shumë ma shumë me u përkushtu edhe me jap kontribut, por nuk besoj që mundem jasnjoni prej nesh
me arrit aty ku duhet në raport me prind tonë. Faleminderit shumë. Ne kemi një surprizë për ty. Nuk po e komentoj, veç ta ndjekim videon. Jam krenar për ty që ne ke dritë ftyrën me këtë punë të mirë që jetë të bo për hatër pëplit në letit, për mirat zëtë që rujtë juve gjithë konja i shkërë puna marë me gjithë pëplin e Kosovës. Përshëndetje bab, unë jam surpriza e dytë në bazë dyshës. Unë kam një pyetje për ty që nuk ta kam pyetur kur. Cila është arsyeja kryesore që ti ke vendosur për të mbarë për politikë? Fole për djalin, fole për nënën që të dy ishin në video. Po i përgjigjem djalit, për shkak që menoj që është përgjigje që e marrë pikrisht për kësaj videoje, arsyeja pse unë angazhohem me politikë është pikrisht jeta cilën e kemi na, unë, ti dhe gjyshja e jote, apo nona ime, me ja mundësu që se cilin njeri me pas një jetë të tillë ku nuk humbet emri non, nuk humbet emri bab, nuk humbet emri djalë dhe ka vazhdimsi familja, edukata, morali i mirë edhe besnikëria në këtë jetë, kështu që ajo çka e pash në video është arsyeja pse unë angazhohem dhe do të angazhohem deri në frymën time fundit në politikë dhe me ju shërby njerëz. Faleminderit shumë. Ndërkohë, nga video, mesazhi që e pati nëna jote dhe ato që i pam si pamje, e pam me Kuranin aty. A është pikrisht aty ajo lidhja jote, edhe ajo trashëgimia që e ke trashëguar në raport me fenë? Absolutisht. Raport me besimin? Absolutisht po. Unë edukatën fetare, mësimet fetare, dhe gjithë shka kam, e thash edhe në fillim, e kam pikrisht prej nanës. Dhe me thonë, unë si fëmijë më ka eduku në frymë fetare se çka është e lejushme dhe çka nuk është e lejushme. Çka është e dashur për Zotin, për nanën, për prindin, për secilin, çka është drejtësia dhe çka është padrejtësia, ku duhet, dhe me thonë, unë formimin që e kam pikrisht prej nanës, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin dhe unë s'kam hoqë, cilën kom marrë mësimet prej ti. Unë kom nanën e kom pas aje cila më ka jep edukatën fetare dhe vazhdoj me marrë sjelljen e sajna edhe me u mundu që me ndjek shembullin e sajna praktik, sepse nuk menoj që kom diçka më të mirë edhe më të rëndësishme se sa nana për me marrë si shembull edhe me u angazhu. Tani nëse e përshkruan udhëtimin tënd shpirtëror si një histori kështu, me disa etapa, në cilin kapitull ndodhesh tani? Ku është Emani në këtë aspekt, në raport me besimin? Jeta është një proces cilën unë e shoh një horizontale, sepse nuk e din as kur ki me vdek, as nuk e ke ditë kur ki me din. Edhe duhesh me qëndru gjithmonë në nivel, në angazhim në ato që ka e ki. Dhe më thonë, nuk e shoh ngritje dhe zbritje të apo shkallë cilat absolutisht njëri duhet përgatitet se cilën herë më shumë për shkak gjithë shkafit që ka e rrethon edhe jeta vetë mëson ashtu, por që ajo që ka është e rëndësishme të besimi, është që ti duhesh me qeni përgatitur në çdo herë, në çdo moment, çdo sekond, t'japsh maksimumin në ato që ka është kompetenca jote edhe për pozicionit që e ke. Unë jam ekonomist, merrem me politikë dhe besimin fetar e kam besim cilën mendoj që më duhet për veti dhe më mbush me jep produktivitetin. A dhe veprimet tua politike pastaj kondicionohen nga besimi yt? Unë besoj që secili veprim në jetë, domethënë është në përputhje edhe në besimin e shoh si furnizim edhe shtytje, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në gjithçka. Sepse besimet e jep edhe drejtësinë, edhe barazinë, edhe energjinë për angazhim. Domethënë pa besim unë nuk mendoj që kisha qenë këy as në politik, as në ekonomi dhe as një sferë tjetës ku është. Besimin e kam
katalizatorin, atë motorin që më shtyn çdo herë ora ndaj secilit proces. Edhe po ajo është diçka që mu më duhet ma shumë se sa që me pas për të tjerët. Është nevojë secilit që e ka në aspektin shpirtëror për me përmbush që me jep produktivitetin se cilën fushë që e ka. Dhe unë mendoj që tash jemi përkatësisë musliman që jemi, besoj që shembullin duhemi me jep në profesionin që jemi. Dhe ashtu unë jam një politikan i mirë sepse jam edhe një besimtar i mirë. Unë jam një ekonomist i mirë sepse jam edhe një besimtar i mirë. Dhe thonë, kështu unë e shoh besimin. Nuk e shoh që unë si ekonomist mundem me ju tregu njerëzit se qysh mohet feja. Se s'është fushë, s'është profesion jemi. Ata duhet ta bojnë teolog, duhet ta bojnë njerëz që janë të thirrur në mënyrën e duhur dhe të përcaktuar. Por po, unë jam dikush që kam shumë nevojë për besim edhe munohem me plotsu veten, me i kry gjitha obligimet edhe detyrat, edhe me mbrojt në aspektin institucional politik. Absolutisht, ajo është obligimi jemi edhe obligimi secilit, sepse na jemi përgjegjës për me rregullu edhe jetën fetare në aspektin ligjor për gjitha komunitetet fetare, jo vetëm për një, për gjitha ata që jetojnë në vendin tonë, duhet të angazhohemi që t'ja u mundsojnë që praktikimin e tyre të fesë ta bojnë të lirë dhe pa diskriminim, pa cënim, pa përçamje, pa akte të cilat po i shohim fatkeqësisht shumë në shoqërinë tonë. Faleminderit shumë Eman. Ndërkohë kemi një fotografi të familjes tënde të ngushtë, po them. Këtu është gruaja Albina, është Nili, djali pra që thash, edhe është Darini, tash i ka një vjet e gjys. Unë shkam me thonë me ju kërku falje për pa mundësin me ju përkushtu atë sa dohet, se thash edhe në fillim që unë ju kom tregu që tash mo nuk jam veç i juvi. Ama ka diçka që thonë kualitative si term. Kur qëndron me ta, jeni 100% me ta, ka ndonjë ritual, ndonjë diçka që e bën për shembull? Unë mundohem, domethënë nëse kam 20 minuta kohë të lirë, marr makinën, shkoj në shtëpi, e shoh gruan, e shoh djalin, domethënë kohën e maksimale që mundohem më me përkushtu familjes, ja përkushtoj në aspektin pa e lënë, domethënë anash angazhimin që e kam përgjegjësi edhe morale, edhe intelektuale, edhe madje edhe në raport me Zotin. Unë du me i falenderu për mbështetjen, angazhimin, dëshira, domethënë, e familjes ngushtë, por edhe Gjon, do të ishte që unë përkushtohem për familjen, t'jem me ta shumë ma me dëshirë e pranojnë që unë mos të angazhohem me politikë, sidomos me këtë politikën që fare po e shohim neve sot këtu, por që më kanë mirë kuptu, më kanë mbështet, jënë angazhu që unë me qenë sot këtu, unë falenderoj, sidomos bashkëshortën, edhe i kërkoj shumë falje për gjithë këto angazhime cilat ja kom lanë edhe duhet me u përkujdes edhe për fëmijën edhe për shumë punë tjera që unë e kom pamundshme me i ndihmu edhe me qenë prancojna, por që jetë ka kështu jep detyrat dikujt ma shumë, e ngarkon dikun në punë tjera çka duhet. Tani kjo është sfida jote si prind, faktikisht për shkak se je angazhuar në politikë. Po, duat di, a ka diçka që thoje ma herët që si prind unë se kisha bo kur këto, duke unë nisë edhe nga modeli i prindërve që i ke pas, po tash është e vetën duke e borë, je bo si baba. Unë edhe po e shoh vetën që jëmë bo si kur baba, po edhe po e shoh fëmin që po më pengojnë që jëmë bo që shumë konë unë. Të më thonë, ata janë si ti. Ata janë si unë, edhe po e shoh që to veprimin për një ka njerë. Djali madhë është shumë edhe komunikativ, debatus, do më thonë... A, me matematike ke ato. Edhe, kur do më thonë, dënë mi bo do levizje kështu, jo krejt transparente, po i thëmë, o babë, unë kom hecë të e rrugë, e di, po qysh për den tash, babë, sa ti më konë, qëto që i bon ti, i kom bo edhe une. Pa një mësë më thuj, mësë i bo pra, mas i ke bo edhe ti, kështu që... Shumë e thjesht. Po, unë për thëmë që unë e kom po që është gabim, po, vish mundoh me ju i këty një gjonave. Ka shumë gjona edhe për këta jeta është kujtim, është e bukur, është më thonë, sa do që ti shef që ke gabu, prap ato janë një proces që kalojnë gjithë, është shumë e rëndësishme me pas mundësin
me u mënu që me i kanalizu, mos me i lonë me dalë jashtë aty në vijave trasha, çka është për ndryshe tjerat janë çështje që lëvizje, dhe më thonë, vogla, cilat nëse si prind për kujdesimin, as njerës kanë me deviju, as fëmija jonë, as familje tona, por veç na duhet pak një përkushtim ma e madhë, një dashuni ma e madhe. Para se të vazhdoj me marketing, e kam një pyetje kështu. A ti, apo Albina, keni thonë s'pari të dua? Cili ka thonë një pari? Edhe më do këtë qonë. Do këtë qonë, oke, mirë. Faleminderit shumë. Publicitet kthehemi në studio. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartament luksos në Bregdetin e Ulqinit. Banesat tona janë të pozicionuara në lokacione të shkëlqyera në Ulqin, afër qendrës historike të qytetit, tek bulevardi Teuta, si dhe me pamje nga valët e detit Adriatik tek kompleksi Sunrise në Meteriz, mbi kalan e Ulqinit, një nga atraksionet më të famshme dhe historike të qytetit. Banesat ofrohen me mundësinë e pagesës nëpërmjet kësteve. Shijoni një qëndrim të qetë dhe komod, ndërsa jeni vetëm një hap larg nga historia dhe kultura e pasur që ofron qyteti i Ulqinit. Për më shumë informata, ju lutem që të na kontaktoni në këta numra informues. Kur Domestos hyn në luftë, mikrobet nuk kanë kudri. Domestos i vret të gjitha mikrobet e njohura, deri në vdekje. Domestos, i pandalshëm. Si multitasker site to upload, download, paguaj faturat, work from home, work from home, papi kopën kredi. Tret, tërgan që po i kryeni punë online. Teknologjia. Jemi kthyer në studio, para se të vazhdojmë me pjesën e fundit të bisedës, falenderojmë kolegjin AB, institucionin më të madh jo publik në trojet shqiptare dhe lider të arsimit të lartë tash e mbi 2 dekada. Kolegji AB ka hapur tashmë thirrjen për regjistrime të hershme dhe ju fton që të nisni pranverën këtë vit në institucionin më prestigjos për arsim. Për çdo informacion mund të vizitoni webfaqen aab.viz.edu.net apo të kontaktoni në numrin e telefonit 048 999 006. Faleminderit shumë kolegji AB. I ndërtuar mbi standarde evropiane dhe British School of Kosova është një institucion edukativ arsimor që u ofron nxënësve shkollim bashkëkohor në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Në British School of Kosova tashmë do të mund ta gjeni edhe drejtimin më të ri atë të programimit. Faleminderit shumë British School of Kosova. Një falenderim i veçantë për ujin rrugove, që me freskinë dhe cilësinë e tij na shoqëron në çdo moment. Uji është burimi i jetës dhe thelbësor për shëndetin tonë të përditshëm, prandaj kujdesi për cilësinë e tij është kujdes për vetjetën. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë uji rrugove. Falenderojmë edhe pijet natyral 100%, përgatitura nga frutat më të zgjedhura dhe pa sheqer të shtuar, që sjellin freski natyrale dhe energji të shëndetshme në çdo moment të ditës. Të pasura me vlera ushqyese, këto pije janë një zgjidhje e natyrshme që kontribon në mirëqenien dhe balancën e trupit ton çdo ditë. Faleminderit Natyral 100%, faleminderit gjithë sponsorëve të emisionit Libero. Vazhdojmë me deputetin Eman Rahmani. Janë në let disa fotografi që lidhen natyrisht me angazhimin tuaj në politik. 3 herë deputet i zgjedhur në Kuvendin e Kosovës. Çfarë do të thotë kjo për ty? Kjo do të thotë përgjegjësi shumë e madhe.
për shkak që besimi i qytetarëve, më thonë, njëm prej politikanëve që kom fillu angazhimin politik prej zerës, prej lagjës ku jetoj, për mesona jom zgjedh fillimisht në asamblej ku kam përfaqësuar interesat kryesisht lagjës e problemet e tyre, jom mundu me zgjedh, dhe është konkretizu me një besim matë madhë të zgjedh për herë parë vitin 2019 si deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, edhe pse ishte mandat shumë i shkurt, po gjatë asaj periudhe, ishin zgjedhjet cilat unë bajten 2020-2021, dhe më thonë, bas një viti veç, unë bajten zgjedhjet për shkak të rromjes qeverisë. Më thonë, thuj se mora 3 fishin e votave që kisha në bas asojna periudhës, dhe më thonë, për një vjetë aktivitet e angazhim në Kuvend, dhe kjo më ka bo me qenë shumë i përgjegjshëm. Mandati 2 ka qenë për mu dhe do të mbetet, besoj, edhe deri në fund karrierës tem si një përfacim që do t'jem krenar pa asë një dyshim për ato që ka kam bo. Edhe menoj që do t'i mbetet edhe vendit edhe si histori, si do mos në një periudhë ku ka qenë një angazhim global për cenimin apo shkatërimin e familjes, kalimin e ligjeve cilat besoj që dini gjithë me që tash nuk kanë kalu në vendin tonë, që shka qenë mundësia për me ndru gjinin, martesat gjinis njëjt, çështja e fertilizimit, lindjes grave pa burra e këto gjona. Dhe më thonë, gjitha ato jënë e refuzu gjatë ati mandati edhe që unë besoj që kur më nuk do të kalojnë edhe nuk do të bëhen pjesë e kulturës kësaj shoqërie. Kjo është edhe angazhimi politik që mu më ka jep këtë orientim ideologjik gjatë asaj periudhe, ku edhe për shkak të këtyre gjonave jëm dhe do t'jem besoj kundërshtar ideologjik i organizimeve të majta cilat kanë për qëllim cënimin dhe rënimin e kulturës, traditës, sidomos vlerave të familjes që në ky vend i ka. Sepse unë fatkeqësisht dhe shumica e shoqërisë që një pjesë e madhe ende është pjesë e asaj narrativës që nuk i fajtoj votues, po është mjeshtrie e propagandës majtiste që arrit me i bind shumicën e shoqërisë në shumë vende fatkeqësisht, që në kohën kur shfrytëzojnë disa pika caktuar me të cilat populli është i pakënaqur për me i konvertu në mbështetje masive. Në atë kohë, unë që jëmë rrështu me vetëvendosjen, ka qenë për shkak e para kundërshtimit të zajednicës, ka qenë për shkak të demarkacionit, ka qenë për shkak të korrupsionit, ka qenë për shkak të nepotizmit, papunësisë madhe, pa drejtësive në shoqëni cilat jënë bo, edhe thirrjes të vetë kryeministrit që lëvizja vetëvendosje nuk është subjekt veç i majt, është një organizim që duhet bashkohemi se cili pa marrë parasysh, a është i djathtë, a është i majt, a është konservator, sepse për të bërë ndryshimin e madhe është ardhur, dhe unë si dikush i djathtë, jëm angazhu për me luftu një të keqe cila ka qenë e përgjithshme në atë kohë. Fatkeqësisht, asnjëna prej atyre veprimeve për 4 vjet nuk është vepru çka është premtu. Unë kom provu, jëm mundu me i shty me atë sa kom pas mundësi, kom pengu këto që unë s'kom besu kur dhe nuk ka pas asë njëherë diskutim që këto ligjet kundër familjes kanë me arë në Kuvend. Më thëmë kanë qenë angazhimi maj madhë për 4 vite ka qenë me i sjell ato ligje dhe vazhdojnë tentativa edhe sot e kësaj dite. Nëse i merë librat e shkollës nga klasa e 5 tu kemi jashtëzakonisht shumë probleme, po... Janë tema që i ke diskutu dhe nuk do doja t'ju riktheshim edhe për shkak të kohës se nuk mund të flasim, po ti komentojmë këto 2 fotografi. Kjo ndërlidhet shumë. Kjo është, në më thonë, të 2 fotot janë prej një vendi shumë të rëndësishëm që ka të bëjë edhe me çështjen e kauzës që unë përfaqësoj, sidomos kauzës për familje. Tu jam në Washington, është Capitol Hill ku në brenda kësaj fotografisë parë, këtu në këtë hapësin betohen gjithë president e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo foto mbrapa me është George Washingtoni në gjatë betimit dhe diskutimeve që i majnë atu, kurse kjo pjesa tjetër këtu është kur president e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dalin dhe i drejtohen popullit mbas ceremonia, po. Ceremonia e betimit ku bëhen. Unë ka disa vite që marr pjesë në forum
që është ndërforumet më të mëdha diplomatike në Washington, është një forum i themeluar prej kongresmenit Robert Pittinger, që mbledh prej gjithë botës deputet, kongresmen të djathtë, cilët angazhohen për ruajtjen e vlerave tradicionale, vlerave të familjes, dhe ky aktivitet, domethënë që bëhet i përvitshëm në Washington, por edhe në gjatë vitit 2-3 herë në vende tjera të botës, me formate të tillë, ne mundson që me përmbledh dhe me pa rreziqet që vijnë prej ideologjive të cilat po e cenojnë që të kulturën, traditën, jo veç tonën, po të secilin vend, sepse në diskutime që unë kom pas këtu, edhe me kongresmen, edhe me deputet të gjitha vendeve, janë diskutime shumë atash për ta ndaj të majtës dhe luftës, agendës cilës bëhet kundër familjes, se sa këto që i shohim neve në vendin tonë këtu. Por fatkeqësisht në vendin tonë, ka çaka shumë investim, sa që kemi mbet shumë pak njerëz që flasin publikisht për këtë çështje. Edhe vetë subjektet e djatha, fatkeqësisht janë arrestuar pas kësaj, edhe janë arrestuar pas kësaj agjende, i mbështesin këto ligje. Domethënë, në një kohë, unë shpresoj që tashmë kanë ndryshuar disa parti djatha që janë se e kanë pa pak rezultatin, edhe mbas këtyre zhvillimeve në botë që ka ardhur, po është e turpshme me pa një subjekt djathtë të dalë dhe të votu ligjin për martesë gjinisë njëjtë. Domethënë, s'ka kuptim kjo, ose si e, ose jetu mashtru, ose jetu mashtru popullin, sidomos në vendin tonë. Kështu që është lidhet me krejt aktivitetin tem, edhe me ju tregu që çështjet kundër familjes, edhe lufta e tyne, angazhimi, mobilizimi, nuk është që vjen veç prej neve këtu. Është diçka që është duke u rujt edhe duke u angazhu, tu fillu prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në shumicën e vendeve të Evropës, cilët janë tu mobilizu, sidomos me të i pa dëmet cilat ja kanë shkaktuar ato veprime cilat i kanë marrë ato shtete, por sot kanë shumë pasojat mëdha në shoqëni, cilën po kanë jashtëzakonisht shumë probleme, e na fatmirësisht e kemi rujt, sidomos në aspektin legjislativ. Ne e dim që veprime edhe këto janë çështje edhe personale që ka në vendin tonë, por në aspektin legjislativ edhe në aspektin kulturor duhemi të bëjmë çmos që ti parandalojmë edhe ti ndalojmë të mos ketë. Shpresoj që të kemi një vëdësim, është një fatkeqësi e madhe na përshojmë që në vendin tonë organizatat jo qeveritare janë më të pushtetshme se sa vetë pushteti. Janë organizata të cilët edhe shtyjnë agenda, edhe marrin fonde për qeverisë. Zakonisht, ata që i shtyjnë agenda, japin pare. Këtu në Kosovë, organizatat qeveritare, i shtyjnë krejt të agenda, i shtyjnë institucione, organizatat jo qeveritare, dhe marrin financime prej institucioneve qeveritare, qeverisë, kuvendit, komunave, dhe gjitha. Dhe më thonë, është një farë pushteti paralel që i ka kop politikanë pushtetarë tonë dhe nuk guxojnë me lëviz. Dhe më thonë, kanë hinat farë rrethin ambiciozë të tyre dhe e shoh plot prej tyre dojnë me dalë, por nuk munden me dalë. Masi s'mundet me dalë tërheq edhe një tjetër, e fut në atë rrethin edhe angazhohen. Këto po i bën shumë dëm shoqënisë, edhe në aspektin financiar, edhe në aspektin kulturor, edhe në aspektin edukativ, kanë filluar me u marrë me fëmijët tonë. Unë jem duke hulumtu gjitha tekstet shkollore, që janë duke provu me i mësu fëmijët tanë, gjitha aktivitetet kulturore, edhe angazhimi janë gjatë këtij mandati ka me qenë, domethënë, pikërisht me aktivitetet tyne organizatave qeveritare, cilat janë duke cenu të ardhmen e shoqënisë dhe të ardhmen e fëmijëve tonë. Eman, faleminderit shumë që ishe sonte në Libero. Kjo ishte koha që kishim në dispozicion. Faleminderit, kënaqësi për gjithçka që biseduam. Faleminderit.